Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet pas nënmërimit të procesit zgjedhor ku Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë marrë një mandat të katërt të thellë, por të shumë kontestuar nga opozita e cila ka nisur betejën në dy fronte brenda vendit me protestën e parë që u zhvillua javën e parë, por edhe jashtë ku mbrëmjen e djeshme qarkulloi dhe u publikua lajmi për një dokument që Partia Demokratike ka nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra një ofensivë për të vendosur një dieni për te oqeanit se çfarë ka ndodhur sipas tyre në Shqipëri. Për diskutuar se kush është maksimumi që mund të arrijë opozita, në këtë betejë do të flasim me ambasador Argim Neshon. Ambasador, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Faleminderit. Ambasador, si e shikoni këtë ofensivë dhe çfarë mund pritet për te oqeanit? Pasi Shtetet e Bashkuara kanë dhe 1000 hadhe dhe probleme tjera, por a do kenë kohë që të merren edhe me ne? Në fakt, ju kapët atë esencën e diskutimit. Sigurisht, Shtetet Bashkuar të Amerikës është superfuqia e madhe demokratike, e cila ka shumë probleme për të zgjedhur, janë raportet që do të bëj jo vetëm me vendet kryesore të botës, por edhe për të kontrolluar ato konflikte të cilat gjenerojnë lufta. Prandaj, çështja e demokracisë dihet që në kohët e sotme kanë kaluar në një plan të dytë, po jo në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Situata post-zgjedhore në Shqipëri është vërtet një situatë e cila kërkon që të ndalohet dhe të miresh me të. Pse? Për arsye sepse fushata elektorale në Shqipëri degeneroi në një masakër elektorale ku u pan qartë me fakte të evidentuara, me përdorimin sidomos të dy segmenteve kryesore të pushtetit, duke vënë në lëvizje gjithë shtetin për të arritur të marri një rezultat spektakolar, duhet të them mbi 84 mandate, gjë që nuk është e zakonshme, ashtu si edhe një pjesë e mirë e medjave ishin dhe shoqëritë civile ishin në kontrollin e qeverisë dhe të pushtetit. Prandaj, ajo që sot opozita po bën është një detyrë qytetare që çdo shqiptar ka të drejtë të mbrojë votën e tij. Kjo është e para. E dyta ka të bëjë me legitimitetin e institucioneve të cilat do të prodhohen nga këto zgjedhje të kontestuara. Ju e thatë që ka patur një dërgesë, një letër, po kjo është vetëm maja e icebergut. Opozita po komunikon Partia Demokratike si drejtuesja e gjithë koalicionit opozitës, po komunikon me gjitha kryeqytetet e botës, duke evidentuar faktet dhe duke kërkuar që të ketë një vëmendje ndaj situatës zgjedhore në Shqipëri. Si do të jetë reagimi këtyre shteteve? Unë mendoj që shtetet kryesore serioze si Shtetet Bashkuar të Amerikës, po dhe vendet tjera, do të bazohen sidomos në ato evidentime që raporti OSBE-ODIHR-it ka përcaktuar deri tani në fazën e parë të mbërejtjes së procesit zgjedhor, i cili pritet të plotësohet nga kontestimet e shumta që kanë ndodhur me pamjet filmike, me provën e blerjes së votave, me intimidimin e qytetarëve të zakonshëm, po edhe me mënyrën se si është manipuluar në shumë drejtime vota e diasporës. Prandaj, të gjitha këto janë elemente të domosdoshme që nuk mund të anashkalohen as nga Komisioni i ODIHR-OSBE-s, por as nga kryeqytetet e vendeve tjera duke përfshirë dhe Shtetet Bashkuar të Amerikës. Kam parasysh edhe nga informacionet e shtypit kryesor amerikan e tjera që do të ketë një reagim. Por reagimi do të jetë sigurisht i koordinuar për arsye sepse problemet e demokracisë zakonisht zgjidhen brenda vendeve. Prandaj është qytetari shqiptar, është opozita, e cila duhet të luftojë me këmbgulje dhe me konsekuencë për të
për të ndryshuar së paku këtë realitet që nuk tregon atë mendimin që kanë qytetarët dhe dëshirën për të bërë një ndryshim të elitave në Shqipëri. Dhe kjo ka të bëjë me sistemin politik, me ruajtjen e shtetit drejtës, me mbrojtjen e demokracisë dhe kështu me radhë. Çfarë do të fitohet, thatë ju? Kjo do të shikohet në vazhdimsi, por duhet të themi se raste të tilla edhe më përpara kanë sjellë në ulje në tryezën e diskutimeve midis majorancës edhe opozitës për riparjen e zgjedhjeve në tërësi, po diçka është e qartë. Së pari që autokracitë të cilat kalojnë të marrin me sukses, bile me një numër më të madh votuesësh, të një mandati të 4, në historinë botërore asnjëherë nuk kanë dalë që të përfundojnë mandatet e tyre. Ose janë dënuar nga lëvizjet e mëdha popullore të cilat kanë degeneruar edhe me dhunë, ose janë mbyllur me largimin e diktatorëve të vendeve të tyre, të cilët nuk mund të justifikojnë atë keqëqeverisjen që u kanë bërë qytetarëve. Prandaj do të ketë një kompromis, kompromisi do të jetë institucional, dhe kjo tregon edhe pjekurinë që ka opozita, e cila kërkon që këto zgjedhje të kontestohen, duke ngritur si opinionin ndërkombëtar ashtu edhe opinionin e brendshëm. Zoti Nesho, ju e njihni mjaft mirë sistemin jo vetëm këtu, por edhe në Shtetet e Bashkuara. Tek ai reagimi që ju prisni që të ketë nga Shtetet e Bashkuara, mendoni që do jetë si raporti OSBE-s që këto nuk ishin zgjedhje më të mira, kanë problematika, por njihen? Apo do të jetë një reagim më të fortë fakti që po vonon? Unë nuk e parashikoj dot se si mund të jetë raporti i Departamentit të Shtetit, por sigurisht mendoj që do të jetë në linjat e OSBE Odirit, do të jetë shumë kritik. Nuk do me thënë domosdoshmërisht që do të ketë njohje të zgjedhjeve, për arsye se evidentimi i fakteve sigurisht do të lërë të hapur që aktorët kryesorë në vend të kenë mundësi për të diskutuar dhe me institucionet ndërkombëtare që bashkojnë zgjedhjet, prandaj nuk do të jetë një legjitimizim i tyre, por do të jetë evidentimi i fakteve të cilat shkojnë kundër interesave të një shteti ligjor, aq më tepër që Shqipëria dhe regjimi shqiptar i autokratit Rama pretendon që bën pjesë në familjen perëndimore. Paktën deri në nisje të sesionit të ri, pra të legjislaturës së re në shtator, ku zoti Berisha tha mbrëmjen e djeshme që do të shkojmë dhe do votojmë vetëm ligjet që na kërkon integrimi, pra Bashkimi Evropian. A mendoni që nëse do kemi një heqje të non-gratës së zotit Berisha deri në shtator, pra mund të marrë një tjetër rrjedhë situata, mund të kemi një përmbysje? Apo është përjashtuar fakti që nuk ndodhi deri para 11 majit dhe shanset janë më të vogla tani? Jo, nuk janë më të vogla. Ne duhet të themi që deklarata e Departamentit të Shtetit që u përpoq nga regjimi i Ramës që të relativizojë dhe të ulej ishte shumë e qartë, që ne nuk do të lejojmë politikat dëmtuese të ish administratës Biden të prishin marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Do me thënë, vetë deklarata e Departamentit të Shtetit lidhur me çështjen e non-gratës, dezinjimit të liderit të opozitës, faktikisht dhe politikisht është edhur. Do me thënë, ka një konsensus politik në Washington që kjo ka qenë e influencuar, e lobuar nga elementë të caktuar të cilët kanë dashur për afaret e tyre të bëjnë një politik të tillë në Ballkan, duke influencuar, dëmtuar dhe marginalizuar opozitën shqiptare, dhe në këtë kuptim qëndrimi i Departamentit të Shtetit fillimisht është shumë i qartë që do të ketë një perspektivë dhe çështja e non-gratës Berishës është çështje vetëm e kohës dhe burokracisë, për arsye se ka qenë një proces i papërfunduar, një proces i fshehur nga opinioni publik, ku kemi parasysh që edhe sekretari i tanishëm Zeldin ka kërkuar transparencë
nga ish sekretari i shtetit Blinken dhe nuk i është dhënë. Dihet që ka pasur një proces jo vetëm të mbyllur, por dhe një proces i cili nuk ka kaluar në institucionet kryesore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, si përfundim, unë mendoj që çështja e non gratës e zotit Berisha është një proces kohe, i cili do të rregullohet, sepse ashtu siç e thanë edhe Departamenti i Shtetit, nuk mund të sakrifikohen marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy popujve miq siç janë Shtetet Bashkuar të Amerikës, amerikanët dhe shqiptarët, për arsye të politikave, skenarëve të errët të sponsorizuar për të mbajtur regjimin e Edi Ramës. Prandaj do të ketë një deri në shtator, mendimi im është plotësisht që do të hiqet non grata nga zoti Berisha, dhe ky është një proces që shqiptarët duhet ta kishin nënkuptuar që nga deklarata e parë që bëri Departamenti i Shtetit. Por ata kanë maturin, mos ndërhyni në zgjedhje. Sigurisht është një superfuqi demokratike që nuk vepron me shpejtësinë që politika shqiptare kërkon t'i zgjidhë çështjet, por me maturin për të mos influencuar, mos bërë gabimet e administratës kaluar dhe aq më pak të influencës gabuar të ish ambasadores Yuri Kim, e cila arriti deri aty në mënyrë jo vetëm jo diplomatike, por edhe të papranueshme, të refuzueshme, duke i thënë gjysmës popullit shqiptar, ju do hani bar, nëse ju përkrahani ata udhëheqës që ju doni. Ndërkohë nga krahu tjetër, kryeministri nëpërmjet Melonit dhe jo vetëm, po tenton që të afrohet sa më shumë tek Trumpi. Nuk mendoj që edhe zonja Meloni mund të sakrifikoj veten e saj për një personazh i cili nuk ka seriozitetin e duhur. Ne pam vetë gjatë samitit që zoti Rama nuk arrin të kuptoj që në atë post është nga vota e shqiptarëve dhe ai përfaqëson shqiptarët. Ulja barkas dhe pozat e tilla të një njeriu jo serioz nuk tregojnë që mund të ketë një respektim, pavarësisht se dhe liderët europian mund ta përdorin atë për ato politika, siç është Meloni, që kërkon të fitojë zgjedhjet e ardhshme duke realizuar politikat e heqjes emigrantëve të palishme në Itali. Prandaj, nuk ka miqësi të vazhdueshme, në këtë rast duke patur që Shqipëria ka një lider klientelist që mbron vetëm aksionet e tij dhe jo interesat e Shqipërisë, sigurisht udhëheqësit europian kërkojnë që ta përdorin për politikat e çastit. Dhe nuk është vetëm Meloni, të njëjtën dëshirë kërkon Steinmeier, udhëheqësi laborist i Britanisë së Madhe, kryeministri i tij, i cili ka dashur të realizojë të njëjtat projekte. Gjermania ka treguar të njëjtën mënyrë bashkëpunimi për arsye se dihet që çështja e emigrantëve është një çështje ekzistenciale e Europës dhe krijon një problematik tepër të gjerë, një luftë sociale brenda shoqërisë së vendeve perëndimore. Në këtë kuptim, përdorimi që i bëhet Ramës, duke mos patur një shtyllë kurrizore, në të njëjtën kohë tregon që perspektiva e Shqipërisë nuk është në Bashkimin Evropian, sesa duke ditur që liderët e Bashkimit Evropian duan të heqin emigrantët dhe t'i çojnë në vende të treta, sigurisht nuk mund bëjnë pas 2 vjetëve që këta emigrantë të instaluar në Shqipëri nëpërmjet projekteve të përbashkëta me Shqipërinë të rifuten prapë në Bashkimin Evropian. Kjo është nonsens, po vetëm një pjesë e shqiptarëve mund të gënjehen nga kjo demagogji që kërkon vetëm të marrë mandatin sesa të realizojë politika konkrete. Edhe diçka ju lutem, zoti Nesho, zgjedhja e Ramës prap është një lajm i mirë apo lajm i keq për Kosovën? Unë mendoj që nuk është lajm i mirë. Rama ka 2
pikësynimet. Ti e para të tregohet që është lider i gjithë shqiptarëve dhe në këtë kuptim kërkon një politikë paternaliste ndaj Kosovës. Duhet kemi parasysh edhe në samitin e fundit të Komunitetit Politik Evropian pozicionin e Ramës ndaj presidentes së Kosovës, kur edhe vetë shtypi shqiptar, analistët e panë që ishte një përkujdesje për Vučićin sesa për presidenten e Kosovës. Nuk kemi parë asnjë retorik të Ramës, por kemi parë vetëm ato politikat konjunkturale të tij për të përkrahur Vučićin edhe në rastet kur ai ka dalë kundër Europës për të mos pranuar sanksionet ndaj Rusisë. Prandaj, në këtë kuptim, zgjedhja e Ramës është një zgjedhje e cila nuk shkon për shtat me interesat që ka kombi shqiptar dhe perspektivën e tij. Kjo është diçka tepër e keqe. Ne pam që edhe në Tiranë Rama nuk pati asnjë reagim kur presidenti Macron tha që së shpejti duhet fillojnë ato diskutimet midis Serbisë dhe Kosovës. Por ne nuk kemi parë një president francez i cili të kritikoj ngjarjet e papranueshme, skenarin terrorist të përgatitur nga Beogradi për ngjarjen e Banjskës, terrorin brenda territorit të një vendi sovran dhe të pavarur. Kemi parë një president francez i cili është lëkundur përpara porositjes regjimit nacionalist të Vučićit për të marrë mbi disa miliard dollar për të blerë nga Franca aeroplan luftarak, duke parë një politikë tepër pragmatiste e cila nuk i vlerëson si të barabarta interesat e Kosovës, një vend pro-europian dhe pro-atlantik, me interesat e një satelitit të Rusisë, e cila peshkon në ujërat pragmatiste të Europës. Ambasador Resho, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit ju.